أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته من يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për i falje dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala. E udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm, dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, Allahu te baraka wa taala t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Të njëjtën i falenderoj gjithë ata të cilët e kanë organizuar këtë ligjërat, gjithsesi Akademin Ether me vllazërit që nuk lodhen dhe vazhdimisht mundohen që për mes kësaj dritare me përçun një mesazh të mirë, i cili mesazh do të thotë komë na bëj inshallah taala do bin dunja e ahiret. Tash më u bë për hajër objektin e ri, për hajër i koft. Na diçka s'kena pru për hajër kështu, po më mirë me bë dua, po thon elus Allahun, Allah subhanahu wa ta'ala që këtë vend me bo vend bereqetshëm, vend ku ka më mësue vërteta, vend ku ka me u bo sebeb shkak pas Allah subhanahu wa ta'ala me fitu kënaqësinë Allah te bareke wa ta'ala. Në këto minuta bashkarisht është kërku prej meje që të flasë rreth sprovës së Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, që besoj se cili për juve kanë dëgju për Ka'bin. Ka'bi me të vërtet është një prej atyre treve që Allah subhanahu wa ta'ala e ka përmend. Allah i madhrum i lavdroi, do të thotë, e lavdroi sinqeritetin e këtyre tre burrave që ishin aq sinqert, edhe sinqeriteti i tyre i boni ata që me shpëtu. Dhe sinqeriteti, pendimi të i sinqert, i boni që ata me fitu. Dhe kjo ngjarje mbeti në historinë islame që do të thotë pothuajse më shumë se 1400 vite, mbeti kjo histori edhe si shembull si duhet të ndjeket. Pse njeriu në jetën e kësaj bote ka do të thotë sfida, ka batica e zbatica, ka momente kur jenë pozit jo të lakmushme, që ndoshta ti s'kishe pas qef më konë aty. Po Allah subhanahu wa ta'ala kështu e ka bo dunjan. Allah kur i ka kriju njerëzit, edhe gjent e ka kallëzu Allah në Kur'anin e tij famlart, çka është qëllimi i krijimit. Qëllimi parsor i krijimit të njerëzve dhe gjinëve është o ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Nuk i kam kriju gjinët dhe njerëzve se me më adhuru. Po të njëjtën kohë për qëllimeve të tjera, kjo bazor, tani degëzimet vijnë tjera, çka është liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mi u provu cili për juve është ma vepërmirë. Dynjaja nuk ka vend më ushty kush ka pasuri, kush ka autoritet, kush ka shoqëri, e kush ka ata e këto. Jo, dynjaja është liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mi u provu cili për juve ma vepërmirë. Ai i cili është vepërmirë, realisht ai e ka kuptu realitetin e tij në këtë dynja. Dhe Ka'b ibn Malik, që kjo ngjarje do të thotë që thash ka mbet ramz min al-rumuz, do të thotë ka mbet një simbol për simboleve të dinit islam, që Islami e ka përvetësu këtë ngjarje dhe ka mbet si shembëltyr, shembull për gjeneratat që kanë më ardhur pas Ka'b ibn Malik, me marrë si shembull. Për ata dhe Imamul Bukhari, Imamul Muslim, plot ulemat tjere kanë përmend ngjarjen e Ka'b ibn Malik. Pothuajse nuk ka alim, nuk ka dietar në fytyrën e tokës
në të kalumen e në tashmen, që s'është qare po kalu ka të regimi edhe po nisë me nëzirë mësime prej dhe të thotë ngjarjes të regimit të, apo sprovës me thonë, të Kab ibn Malik. Tash na bashkarisht ka daldole him në ta, unë e kam zgjedhë rivajetin e Imam Muslimit, rahmetullah alej, që e ka përmen, që e të regonë mufassalen në njërë të detajume si ka ndodhë. Ndoshta na ta s'kena vujtë mu ndalë kretë në formën e detajume se na mërë ko shumë, po do të mundona një jep një përshkrim të shpejt, të shkurt, me përmbledh ajken e ngjarjes. Vetë Kabi na tregon, pasi që kur do të thot e arriti pleqerin e tij u vërbu i hupen syt. Kabi ibn Malik e morë dhe atë tregoj djalit vetë ngjarjen. Djali vetë është ai, tash me marrë zinxhirin me këqyr që është transmetuar prej Yahya ibn Bukairit, pej Lejthit, Ukailit, ibn Shihabit, e kështu me rotar, se këtu ndoshta nuk ka shumë fajde me i përmend emnat, se s'jena tash në atë momentin që jena të studiu në aspektin akademik. Kjo i përket nxënësve të dijes më ndalë me shiqu zinxhirin, kush tek e kështu më rrallë, po ajo çka është që neve na intereson është se vetë Kabi na tregon ngjarjen. Atëherë thot, çish ka thot Kabi? Laqad shahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lejlet el Aqaba. Ose para kësaj falem, që me qenë ma precis. Thot, e kom dëgju, thot Kabi ibn Malikun, duke e tregu këtë ngjarje, kur ai, thot, nuk ka marrën pjesë në luftën, e cënë luftë ka qenë lufta e Tebukut. Kjo kon një sprov për sprovave. Kur ka ndodhë në nxehtësinë më të madhe, në mesin e verës. E dini kush ka qenë në Arabinë Saudite? Mesi i verës është, bilem është përshkru në hadith, o përshkru, do të thotë kur ka ndodhë kjo në kohën kur pjeken hurmat, që e nxehti vapa më e madhe. Kjo ka qenë një sprovë. Nuk ka ndodhë lufta, s'ka pas luftë. Kanë udhëtu muslimanët. Lufta s'ka ndodhë, ama kon sprovë. E sprovë për ata që kanë marrë pjesë, po dhe sprovë e madhe për ata që s'janë marrë, s'kanë marrë pjesë e jo nda safat. Kjo lufti ka qitë plot munafika. Ata është keme kuptu, inshallah ta'ala, keme kuptu ngjarjen. Thot, e kom dëgju Kabi ibn Malik, duke të regu pse nuk morë pjesë në luftën e Tebukut, ndërsa thot, vetë ka thonë Kabi, thot, këtë lufta që ka jo në kohën me pejgamberi sa se në kohë marën pjesë. Vetëm në Bedër, po në Bedër nuk o konë luftë, se ju e dini, Bedri nuk ka qenë njeti i luftës. Pejgamberi sa se në kush e ka deve gati, kush i ka mjetet e luftës gati, letë niset se Irul Kurejsh, karavani i Kurejshve, o ka kalon, ju e dini, qësh ka ardhë kjo? Ka ardhë se Kurejsht e kanë marë pasurinë e muslimanëve në Mekë, pasuri për pasuri. Ka thonë kush është gati, delni më thotë me marë, dhe që ata plot sahabe s'kanë marë pjesë. Që ata dhe Kabi nuk e ka po këto diçka të madhe se ka llogarit, do të thotë, si me thonë, një lloj dezertimi. Ndërsa, thot Kabi, këtë luftat kom marë pjesë. Nuk kom, do të thotë, nuk kom mungu në asnjërin. Laqad shahidtu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam lejletul Aqaba. Lejletul Aqaba. Kom marë thot pjesë, jom kon pjestar i natës së Aqabës. Çka ka qenë kjo lejletul Aqaba? Është kur ju ka jep bes lidhja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë me ndihmu. Edhe kjo është ngjarjeve të mëdha, për fat keq plot musliman nuk janë në dijeni, kjo është shumë e madhe. Që kjo është hapi i parë që është ndihmu Islami. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o tradhtu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për gjak trupi i tij. Kur ka ardhur kjo? Ka ardhur mbasi që Resulullah sallallahu alaihi wasallam e torturun apo e përzon prej Taifit, e shajten, e gjujten, e përgjaken trupin e tij sallallahu alaihi wasallam. I vdish tani kush? I vdish Mija, i vdish gruaja Khatija, goditje pas goditje. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mo vendosje pa që Mekja
është bo vend që s'është vend mo për me përhap dinin e Zotit, po ngushtohet rethi. Atërë ndodhi ngjarja do të thotë qyshnirje, që thot edhe Kabi, lejlet e Akabe, atërë thot kur Islami do të thotë anatë not ja dhan besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Islam. Edhe kështu thot, këtë nuk do të doja ta ndroja, këtë nuk doja ta ndroja me pjesëmarrjen në Bedër. Do të thonë, Kabi e ka po pjesëmarrjen në Akabe më e madhe se pjesëmarrja në Bedër. E Bedri ju e dini, rastin e Hatib ibn Belta. Hatibi nuk ka dashur me shpionat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po frika për pasurinë ka çu lajmin kushërive të vetë se po vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Mekë, e dini ngjarën që është. Omeri kur i ka thonë, da'ni ja Rasulallah, an aqta'a ra'sahu, lam t'jakpus kokën ja Rasulallah. Se kjo munafik, për Hatibi, që shtu ka thonë, sa Omeri, Omer, i ashpër. S'ka pas, Omeri, që tash në thëjmë i ashpër, jo veç i ashpër, i ashpër në vërtetën. Jo se tash dikush thot i ashpër, dikush është i ashpër në kotën, në batil. I ashpër në arrogancë, kjo është vlerë, nuk ka virtyt kjo. Virtyt ashpërsia, kur është në të vërtetën, kur ngullën kom, kur Zoti ka thonë, duhet me ngullën kom, duhet me qenë i ashpër, kjo është vlerë, kjo është virtyt. E Omeri këto virtyte i ka pas. Po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thonë, jo ka thonë, le ka thonë, o Omer se ajo është pej pjesëmarrëve të Bedrit, Bedri e ka një kost të madhe. E ka një kost të madhe. Atëre, Kabi tha, nuk kisha dash me ndru momentin e Akabes me luftën e Bedrit. Pastaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, pse çe ka shty Kabit me bo këto? Ka thonë se pejgamberi alayhi salatu wasallam kërkon se ka çurtu. Kërkon se ka çurtu pse s'ka marrë Bedër. Ndërsa në gazotën e Tebuk, tash ndëgjojmë ngjarjen. Thot, atëre tregimi im është ky. Tash po na shtin Kabin tregimin e tij. Asnjëherë thot nuk kom qenë më i fortë. Në këtë luftë thot i kom bë gati kanideve. Në luftën e Tebukit 2 deve i kom bë jetë më bogati. Dola thot në ditën e parë, po shkoj me bë gati deven, me marrë pjesë, po bën mohabet me sahabët tjerë. Dola tha u ktheva se bona gati. Shkoj dita e parë. Vazhdova ditën e dytë. Shkoj dita e dytë. Vazhdova ditën e tretë, thash hajt se jo në 2 ditë larg i nxo. Lejt thot, thot ku thot ti kisha bë gati e munis. Diku thot e mora vesh se s'më nxon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Kabi, kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, delsha than Medinë, la ilaha illallah, pasha Allahun ehlul iman, ata që kanë iman, që kanë besim në Allah subhanahu wa taala, ata së ndihen rahat kur të rrinë edhe përzihen me jo ehlul iman, me ata që s'kanë iman, s'kanë besim. Edhe këto është një mësim i madh, se na qëllimi edhe ligjërata kur është lajmëru me çka sprovat e Kabi ibn Malik edhe mësimet, që kjo është shumë më rëndësishme se për me lexuar ngjarën veç ju thojmë merrni hadithin 7000 kusur, se tash me numër se di sa është. Kjo me të emja Zotin falt, veç e di që është 7300 hop çati diku. Ama kthehesh shautan, në Sahih Buhari, Sahih Muslim e ki e lexon, se gjen shqip e merr anglisht, translate tap e lexon edhe kryqë punë. Qëllimi është me mësu për ngjarjes, ngjarja është shumë e madhe. Edhe këto në mësimi madh, domethënë që besimtari nuk duhet me ndajt me njerëz që i bojnë gjunohe Allahu subhanahu wa taala, me njerëz që i thejnë urnat e Zotit. Kur duhet me ndajt me këta? Kush e din? Se unë në pej atje këtu bishov do të janë peje si unë e din në dërsë në xhami, unë e kam atë që jam top të folë të bëj pyetje. Kur bën me ndajt me qafira? Kur bën me ndajt me fasika? Kur bën me ndajt me gjunahshar? Ha? Kur i thirr, don me i shtin din, don me i përmisu. Ku Zotin harujt me bo me ndajt me ta, edhe me bo me janis me të pelqy gjeli, me janis me të pelqy gjahileti. I ki hyp skijave, në mpej, thojmë bëth prap. Pret të veç momentin kur ki bo, sakatu. Kabi ibn Malik, thot delshan Medine. Të hec, kur dola tha, i shisha të munafika, kur i shisha ta, i thesha vetit, more kap që i ki bo vetit. Qërë mërëk me konje karin, qërë me konje.
Ahmare ka pse më rësunise edhe me vones. Ishish ato do të dopi muslimanëve se këshin betë dhe do të që s'kan mujt me marë pjesë, s'kan pas arsy. Thamë mërzit ke kjo shumë. Edhe një ditë pej ditëve, se udhimi ka qenë një gjatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur mbritën atje, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sa ka mbrin të buk se ka përmend Kaabin. Kur ka mbrin të buk, pejgamberi alaihi salatu wassalam ka thonë, ma faale Kaab, që a thunë, që ka bo Kaabi, pse sorë, e ka mundu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e ka ditë kush është Kaabi, e ka ditë që Kaabi është buri mirë, e ka ditë që Kaabi o muslimani mirë, po, që kjo edhe këto një musliman kanë erë na, valla unë e në gjariatin, valla e në gjogranitin, mashallah. Na që është njojnë, po kur të vjen puna e shariatit, zotit, s'ka këto e kom jaran, unë e tash atin këtë tjetëri se gjo, ja. Islami është ngrit me drejtësi, ka me vazhdu me drejtësi. Sa herë ka me mungu drejtësia në islam, ka me ndodhë që shështu në ndodhë neve sot muslimanve. Muslimanve sot ju mungon drejtësia. Sot të musliman denohet i dopti, lirohet i, kush? I forti. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë? Lau Fatimatu bintu Muhammed, sikur se Fatimja e bia Muhamedit, ka me vjetë, ka mjak për dorën. Edhe u kthy, o Fatime, o halla jeme, u kthy, edhe në hadithin e njohur që është ka thonë, kur gjos me mi u bodobi juve. Lyp një për dynja, shka të dush këtë ju jepi. Ama për akhiret. Dhe me nëse zvini, ma ato që Allahu, edhe unë e kom lyp, në akhiret, pse jeni qika jeme, hala jeme, daja, tesa, se e këpa, e këpa shqiptarët, të na, Allah i poftë ramen. Po e baben falet, gjysh jam u falet, o shfarë muslim, o te a e muslimën i mirë, le gjyshin, gjyshi ka dek, ose o gjallë Allah i ymrin e jashtoft ymrin me veprat mira, le të gjyshin e baben e nonën e dajën e halën e te, vlan, që ka vlan muslimën të mirë, te mëra e muslimën i mirë. Edhe Kaabi thot, kjo mundoj ke... Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ma faale Kaab, çka boni? Tash këtu vjen një goditje. Edhe sot është një mësim i madh. Allah është mësim i madh, unë me kaste kom një vizu se vallahi kena nevojë që të zemën me pasi si shembuj. Shembuj të Muadh ibn Jabelit. Çka pas ka bo Muadh ibn Jabelin këtë rast? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çka ka bo Kaabi, a thu? Një prej fisit Beni Salime, pi bive të Salimes, që ka thonë? Ja Rasulallah, habesehu burdahu o nadhruhu fi itfihi, tha oj dërgumi Allahu, tha, e kanë pengu, tha ka ben dy gjybet e ti, se Kaabi ka qenë pasanek. Kon njeri i pasor, o dit, kusha Kaabi? Ka thonë, që sa i rezikshëm, këtar po, që shtu insoni, ka tash, edhe këto tash, me gjyme, munafik, ja, ka thonë, insan halli. Ka kanë herë dikush e ngutshëm, ngutet, kanë herë godet të njerë që s'dut me godit. Tash në qa dut me bua, dut me marë menherë me, jo, ato dut me përmisu, me afru. Tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qa ka bua, thu, qka ka bua, tha, Kaabi, qfar bëri Kaabi? Një pjepistorit Benu Selime i tha, oj dërgumi Allahut, e kanë pengu dy gjybet dhe soditja e trupit ti. Që kjo soditja, a di që ka në kuptan? Shqip është. Me ka shpe përmendi se vetë po mësoj. Elhamdulillah. Se ka njerë në thojmë, e kena gjuhë në varë, se kena, na du të me mësu. Soditja në kuptan dashurit e mi, kur njeriu është i mahnitum, me veshën e ti, dukjen e ti, e pa da këshyre dhe pashyre, duke veç që zillat vetë sa i bukurëm, do shta dhe i thatë së kura vetum. Edhe, dhe me ka dash në thonë, Kaabin pe mashtran veshë e ti, o habit të e këshyr vetën. Atëherë qka, Muadh ibn Jabeli, qka tha, radiallahu anhu, bi'sa ma kult, tha. Tha, sa fjallë të këshia, tha, sa keq, sa ki folë ti. O i dërgumi Allah, o zotë shtaj musliman si Muadhi. Thuni amin. Allah i shtoft musliman si Muadh ibn Jabeli. Jo kur të bojnë muna musliman, kur të bojnë nga bime, veç kur i qajta, laga. Po qafirat të mbytën të bo kush s'fol. Kujt zoni si del kur bojnë qafirat. Si të bojnë musliman, a i bënë, po ka gabu bre vlajdoshun.
Ta shka mi bo tash, atë bojmë tekfir, atë qesim pe dinit, atë vrojmë që ka gabu. Jo, mërë, hajde ta këshillojmë. Wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr. Porosi, du të me porosit një tjetër me të vërtetën. Çka kur largohesh për të vërtetën, do të thonë, ktheu vllai dashum. Ktheu. Neve me na hum një vëlla musliman, me na dal një vëlla musliman pisafit, vallahi billahi o humbje. Billahi o humbje është. Çish ka Muadhi tha? Çish Muadhi radiallahu anhu? Tha bi'sa ma qult. Wallahi ya Rasulallah. Tha pasha Allah, tha oj dërgumi Allahu, të betun Allahu. Ma alimna alejhi illa khajra. Nuk kena marrë vesh gjohë, s'kem pa prej kabit në nërë, vesh s'ke khajrë. Njeri khajrit. Feseket e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti. Qërë mësimi madh dashurit e mi. Na atë tërhekim vesh një paralele. Unë e ndritin, po thomë që 20 vjetë. Që 20 vjetë nisa falem. Pim kafe, hajmë të rileqe, ka e rrim thatë, krej qështu, 20 vjetë. Vjen një tjetër, që staze sa hinë shështin tonë. Kofte dhaj me tiparët mira, me virtytet mira, së të është. Dhalike fadlullah ju ti me njëshe, këto e mirësit Zoti, që Zoti je kujdon, vjen dikush bëma kim bas 20 vjetëve në Islam, mëson Kur'an ma shumë se ti, mëson sunnet ma shumë se ti, praktikon ma shumë se ti. Ama, që to ka i që jo ty i bo, nuk duhet ty me talon vëllaun tonë që 20 vjetë, edhe nëse është në aspektin e dëvëshmeris, ma i doptë sa i tjetëri. Po, a duhet me dash, na njerëz duhet me i dash si pas imonit, edhe si pas praktikës fes. Sa ma shumë praktikon fe, e praktikon fe, që praktikon fe si duhet. Që duhet me abone 5-6 viza. Se ka dikush bën punë shumë, ama fundin e ka të kesh. Abdurrahman ibn Miljan, që e përmendu në shpesh e kom marak e përmendi vrasi Alis radiallahu anhu, Aisha kër e përshkruan, thot kër e kena pa, kena mendu që jo më i mirë se shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pi ibadetit ti. Ka qenë në Egjiptas. Në Egjipt është ardhur urdhri ka thonë në xhami, nuk bën me mësu dikush Kur'an para Abdurrahman ibn Miljan. Ama në fund çka? Çfarë thot Aisha? Thot kër e pa veprën e tij, kër e vrojti kanë Ali në muna veshis. Demek, ibadeti, kur është në vendin e vetë, që atërë virtët. Dërsa ibadeti, veshëndukje e veprimet e këshia, atëre, kjo është gja, zero. Edhe, në këtë rast, na, kër e kena një vëlla musliman të mirë, e dëgjohim, e dim kush është, mos të lojmë tjetër me na shajt vëllam, du të me ragu, du të me mbrojt, se nëse nuk reagon, pasha Allahun ka me të sprovu Allahu subhanahu wa ta'ala, ka mu prek edhe nderjot. Ka mu prek edhe nderjot. Edhe atëre tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uli kyt nuk foli. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndajti son ndajtin në Tabuk u kthy. Thot Kabi, falamma balagani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi. Ndikon tash. Tha kur e mora vesh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kthehet, po vjen në Medinë. Ja nisi me më ardhë dhe vete, çka? Si me nxirr veten. Bile më ardhë transmetime kanë ardhë disa prej familjarëve të ti, i kanë thonë, o Kab, ti e orator, dhe ka qenë orator. Ti i Zoti, je fasih. Ti ki je orator i madh. Shko te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nxero. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se vike në Medinë, e kish adet, çka bëj ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Si të vike për udhimit, mas parti shkë kënë gjamin e ti i falte 2 rekate, pasi që i falte 2 rekate pejgamberi a.s. u ulte edhe vishin muslimat mjaf selam. Në këtë rast, u ullë pejgamberi s.a.s. edhe janisen me ardh, disa njerëz që përmendet, thuhet, kanë qenë 88 e ca bura, dohon 90, 92, që aty diku, jo ma shumë. Mbi 88, thot Kabi janë akon, që ata që s'kanë marrë pjesë, edhe janisen tha munafikat, mu betu rejshë, ata që kishin arsy, kur merë rendi, tha mu, vike tha shejtani, tha, me e ndru, po Allah subhanahu wa ta'ala, tha, Allahu te baraka wa ta'ala dashti, tha, qka? Me ma largu kejt, atë kedhip, tha, dhe, qka? Me ardhë, me fu, më koni sinqert, shqa sinceriteti. Kur arte pejgamberi sa tha, o Kab,
Qa me ty? Pse se erdhe? Tha, ja Rasul Allah, tha, ja kalzoj, tha, ditën e parë do isha u bogati, u delsha, u kthesha po bogat. Thot, ja Rasul Allah, vallahi, thot, kreti luftat, ti e din ko marrë pjesë me ty. Në këtë luft, 2 deve i konë bogati. Zdip se s'ja marrë, ja Rasul Allah. Kur i tha që shtu pejgamber tha, shko, tha. Shko, tha, ik, tha, i tha pejgamber sallam, amma hadha, faqad sadak. Fakum hatta yuqdi Allahu fik, tha, tha, ishte i sinqert. E pa pejgamber sallam, tha, qau piktujt edhe, shka deri sa Allahu subhanahu wa ta'ala të gjykan ty, bjen shpallja për ty, s'di qka me po me ty. Thot, o qoha Kabi. Tha, atërë tha, merdhen, që kështë thash në transmitimar dhe familjar, Kab, po tje i zoti, qërë që shuar si tuna ta, tha, janisja ka pak, edhe këto është një mësim i madhë, dush me pas kujdes kur jenë në dëvërtetën, edhe e din që një qëndrim tondin e donë Allah dhe pejgamber sallam, mos gabo me ndigu dikon tjetër kur vjen donë me të largu, se po do me të largu pi gjennetit, që shtu du të me këshyrë. Po do me të nëzirë pi gjennetit, me qitën në një situatë që s'pa thom gjehenem, po 50-50. E din një vend ku duhet më konë, ka thonë Allah, ka thonë pejgamber sallam, u kry kjo punë, se gjenneti nuk ka shmim. Gjenneti s'paguhet. E hupe gjennetin, sendet e dynjas, vallahi billahi, s'po ti qka me hup, kompenzohet. Dynjane kompenzon, ahiretin me zohë, zotin harujt me bo me hup, atëro problem. Edhe thot Kabi, elhamdulillah, u binda se ata tha shka i than, o Kab, ti zoti pigojës po, që të gabimin tënd, istikfarja, nuk e kesh fshia? Që sa e rëzikshme. A përshë ka njerë, thot, istikfari, tash, a mund të thonë dikur që të obja sinqert me Zotin nuk pranohet? E të i bumin e dhëmbi, këmen le dhëmbe le, thot pejgamber sallam, aj që është pendu për i gjunajt, është si mos me papo gjunajnë kur. Dyrët e të obesion të hapme, po ka bisprane, ke kësit kritere, se standartin himmetul kab, ajo ambicet e kabit ishin të nelta, nuk ishtë ambicet, edhe këtu është mësem, du të gjërë mi pas ambicet besimtarit të nelta, të nelta ambicjet, si kurse e Ebu Muslim el-Khawlani, e dini rastin e Ebu Muslim el-Khawlanit, kur o falë të natën o falë, ja ka njës komët s'pe mbojnë. O ull, e ka pa gruja vetë, e ka marrë shtagën, e pja njës bire komët. Gruja, që e ka bënë, tha? Që e të bëti njeri? Tha pësabu, këtën që Ebu Bekri, tha, s'kalon bura mbasa? Wallahi, kena mushtu, tha, me Ebu Bekri. Ambicje. Me Ebu Bekri, da, jo me gjahilat e pesë, gjahilat e Prishtines. Me dal me gjahilat e Prishtines, mushtu letë është. Aja s'falet, as s'agjeran, as ase, as këse. Këllaje me ta, ty do këtë vejtë dhurën e me Ebu Bekër. Ama këshyre Ebu Bekrin, kur të matësh me Ebu Bekrin, qysh po del hesapi, kur matësh me Omerin, kur matësh me Kabin, kur matësh me Mus'ab ibn Omerin, kur matësh me sahabet e pejgamberit, që aty eshe rezultatin, që aty eshe ti, me që ata du të me bugarën, gara but me ata, jo me këta të zemonit ton. Atëre thot, Kabi, vazhdova, thot, atëre, pas kësaj nisi me ardh, edhe i thanë para kësaj falemni, i thanë Kabit, jo në 2 veta, tha me ty. Edhe 2 jo në gjendjen tënde. Bilem në rivajetet tjera, që e përmendin, jashtë Bukharit o Muslimit, thuhet se kanë ardh këta 2 bura që ka qenë Murarat ibn Rabi, El-Amri wa Hilal ibn Umayya, El-Waqifi. Hilali edhe Murara i kanë thonë Kabit, Kab, ti përfatsana kërë në shku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti, folë për në emin tonë, ti e ma orator, ti dinë mu, qatë ki thonë ti, qka është arsia jo të është edhe jona. Edhe, kër e mërë vesh Kabi, do më thonë, kër shkoj, edhe pejgamberi sallallahu edhe për këta, ha shkoni ju të rëtë. Juve të rëve zi që ka me bu, jeni të sinqert, shkoni dhe i se Allah subhanahu wa ta'ala të vendosë për këtë ngjarje. Atëre thot falamma falabithna ala dhalika 50 lejleten, atëre vazhdoj thot vazhdum thot në këtë gjendje ka zot 50 nat, kur erdh ditë nata e 40, kalum 40 nat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thiri gratë tëne, tha largoni pi shtëpive. Mos bëti tjetër. Pastaj tha mos me i fol kur kush këtëne. Hiq. Kur kush s'ka që ka ju fol.
as mi jep selam, as me fol, tash la ilaha illallah, para mendo tash i vllai dashum, që tash ndalu në një moment, veç ndalu. Te ki një xhami ku falesh. I ki do vllazën musliman që i donë e dojnë. Tash ti para mendo me hiç atë xhami, thush selam aleikum, kërkosh ta kthen selamin. Shkon me i fol vllaut, s'të fol. A e rond? Thot Kabi, thot vallahi, thot shkojsha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja kësha buzët apo i levizit, thosha selam aleikum, ja Rasulullah, më kthen selamin. Kërkosh të ku folke. Dola tha një ditë pe i xhamis, tu hec, tha veç kur peshon një njeri, një tregtar prej, thot pej romakve, pej fisit, pej Gasana, që kanë qenë, do më thonë, prej shërptorëve të romakve, krishterë kanë qenë, thot, e lyp këtë ke ko Kabi ibn Malik. Tha që kërë pishat dopi mësima, bi thonë që është Kabi. Tha mu afru, tha, që të letër, tha, i pari i romakve, mreti i romakve ta ka që të letër. Qka është ajo letër? Qka ka të shkrume në ta? A i ki shkru në letër, kështë thonë, na e kena kuptu që shokë jëtë, për pejgamberi s.a.s. është distancu pej teje. është distancu pej teje. Atëherë qka? Hajde të na të marim mbrojtje, na të jepim qka të dëndi. Tha Kabi, tha, ku çfarë bela e kjo bela dhe ma e madhe. Tha atëherë kisha një djallë të migjës, Ebu Katadën Ensari, e kisha dost shumë. Më kishë marrë malli, tha me folë me dikon, kur kush së më folke. Tha shkova te Ebu Katadja dhe pi thame Ebu Katadës, Esselamu alaikum, o Ebu Katadë. Tha s'ma kthejke selam. Po i thamë, tharë, Esselamu alaikum, o Ebu Katadë. Aja pet pas më thënë, se pejgamberi sa ka thonë. Qërë vendimin e sahabëve. Ka thonë pejgamberi sa mos mi ja kthy selamin, s'ka selam, s'ka kelam. Na, Zoti na falë, do pëtën. Neve kanë erë në kena momente që du të me mbajtë qëndri për balë një personit. Dvjen të një njeri besushëm. Autoritet. Që ajo autoritet jëtë nuk po du me bo krasi me pejgamberi s.a.s. Jo, se nuk krasohet. Po, në vendin ti ku jeton, që atë njerin që e ke marë me ta mësu fenë, edhe ja ke besu fenë që ati njeri, që duhet me marë dijen prej ti, ja beson dijen e ti, ja beson amanetin e ti, shto dy kritere kur plotëson të hoxha, merret dija për ti, ka ilm edhe ka amanet. Së s'mjafto veç me pas ilm, s'ka amanet, lun me argumente fetare, s'merret feja për ti. Ka amanet, ka dije, kur të thët zban, edhe këto duhet me kuptuj, nuk je ke qënë ti urnin e hoxhës, po ti pe qënë urnin e Allahut dhe pejgamberi s.a.s. Se hoxha i vërtet, të forman në bazat Kur'anit dhe Sunnetit. Kundërshtimi i fjalës të hoxhës o kundërshtimi i Kur'anit dhe Sunnetit. Tash duhen e di që të kjo po ingjizohet dikush me marrë këtu që thotë çera për shekë. Po thot me kundërshtu fjalën e hoxhës ose me kundërshtu. Po pasha Allahin po. Kush e kundërshton fjalën e dietarit hoxhës të vërtet që ai e ka të ndërtuar me dijen e tij në Kur'an dhe Sunnet ose si me kundërshtu Kur'anin dhe Sunnetin. Sahabët i tha, s'kam ju fol. Dikur tha i thash, o Katade, po të betona në Allahin, falem bre një herë? Vesh një herë falem? Falem, tha, vesh një herë. A i tha heshti, unë se hirishtat i bona be. A i tha, në fond, që a i tha, Allahi edhe i dërgu mi e ti, dinë mas mi. Tha se, që ka i thejke? Që a i thejke Katades edhe ke, te e din o Ebu Katade se unë jom njeri sinqert. Te e din që unë jom për i munafika, se Allah e përshkruan, thot, ju ngushtu këtë në toka, dhe pëse toka qka është? E gjonë, bima rahubet. Ju ka ngushtu toka, o ju ka ngushtu toka të dashur të mi. Që të fanë do të në këtë tokë e madhe, më të ngushtu toka. Që është ngushtohet, kur nuk të fletë parando, së të fletë parando tash, së të fletë shoki, musibet. Së të fletë hoxha, musibet. Së të flasin njerë kojshit këtë musibet. Po as gruja në shpe, mos me të fali. Kjo është sprov e madhe. Atëherë, Kabi thot, u ktheva, i mërzitum, ndërsa, është këtu edhe
një gjë tjetër interesant për me përmend. Hilal ibn Umayya ka qenë i moshum në mosh. Edhe ka ardhur gruaja e Hilal ibn Umayya, si ka thonë ja Rasulullah, ka thonë. Atë shkojt ka thonë përveç bilem buken mja bo burit, ka thonë sa s'ka kush buk i bën, s'ka kush e këshyr. Ka thonë po, ama më ju afru, mos ju afro. Me to me fol, s'ka me fol. La ilaha illallah. Tha Kabi kur ndëgjun disa për këta, për familjes, i erdi kush për familjes ti tha, shka bën edhe ti si Kabi. Kësë është e vërtet. E vërtet është se Kabit veti ka ardhur në mendjen e ti, i kanë ardhur dhe zvesen këta. Me shku qka? Me i fol. Pejgamberi s.a.s. që me lonë grunë, po thot, ja, i thot, dikur që thot Kabi, që vetë e përmend, thot, atëherë qka? Thot, une, më hini mendja, tha, në vetje dhe thash, jo mare, unë jam gjall i ri. I ri jam, unë bëj sabër. Edhe pa gru bëj sabër. Ky hem min gajlen e kesh, kejtë e pejgamberi s.a.s. Atëherë, thot, kur arriti dita e 50, natën e 50, namazin e sabahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erë shpallja. I erë shpallja, thot, se Kab ibn Malik me shokt e vet, Allahu ja pranoi pendimin atyne. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashurit e mi, kur i vinte një lajm i gëzushëm, i shëndrit të ftyra ti e bukur. I bën të dritë, si mu pakon një copë për i copës të hanës. I bëj këftyra nuri për gëzimit. Edhe i jepi i lajmi pejgamberi s.a.s. sahabeve, u gëzu sahabet e pejgamberi s.a.s. Se ka ndarë Kabin. Edhe ai një prej cilve që i qejke lajmet, vrapoj shpejt me shku. Thot, Kab ibn Malik isha hyp, thot, në një palm të hurmes. Thot, në ert isha. Tha, vesh kër e kondini zotë të thonë, ja Kab ibn Malik, ebshir ja Kab, hajde o Kab, për gëzime, thot se Allahu min foki se basemawat, pi 7 palqeve, thot, ta ka pranu pendimi, thot, kër e kondi këtë fjallë, gati në konë, thot, të ra prej, trupit palme, që në zbrit poshtë, thot, e kom marë, e kom shtërëngu fort, i kom thonë qëre, s'po kom qka me tjep, vesh një par tesha në trup i kom. Lemi që të tesha, veç shkajt asha Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, thot se vallahi kisha mi je, që të tujat jonë, veç shkajt asha Rasulin, ku të këthena, hajde meri se tujat jonë, për myshde. Tha kur më hinë gjamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hina thot mrenda, i pari thot që u qu, thot në kom, tha u qu Ebu Talha le Ansari. Thot ma ensa ebeden kur se harit thot Ebu Talhan. Kur hiç thot nuk kom e haru, Ebu Talhan për këtë moment u qu tha edhe më përqafi. Atër thot u afrova të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ja Kab, ebshir tha, wallahi tha, pasha Allahun tha, nuk ka kalu dit më e mirë në jetën tonë dhe se kjo dit, kur Allahu subhanahu wa ta'ala tha ta pranoj pendimin tënd. Atër Kabi tha, ja Rasul Allah, tha, oj dërgumi Allahut, tha, oj dërgumi Allahut, tha, po du me hep këtë pasurin për Allahun dhe dërgumin e ti. Si shë e tha që Allah ma ka pranu pendimin. Shisha subhanallah sa të sinqert jënë kona. Hemmi të në gajle aty në konë, të Allah o që shionë në dashurit e mi. Na po lodhe ma vëtan. Vallaj ka një herë njëri e nëzën vetën, e qëtë vetën. Pasha Allahun nuk jom të preashtu vetë vetën për kësaj gjendje. Unë ka njerë që shtu e në gja vetën. Unë e shpresej dhe e lusë Allahun që ju me qenë, edhe unë e besej që e një matë misëna. Dallimi mes neve dhe juve është se neve na ka sprovu Zoti me që din me u shpjegu juve. A unë besoj që jeni më të misëna. Wallahi billahi, po çështu ne kon bindje etikat besoj. Sikur se ka thënë Imam Shafi rahmetullah alayh. Uhibbu as-salihin wa lastu minhum. I du të mirë pse janë pe të mirëve. Na janë njerëz gjunahçar. Njeri kur e shaj veten nga njerëz thush, "Aman ya Rabbi, pse unë jam këtu? Pse unë jam këtu? Pse?" Neve na lodhen gajlen na bëm, çish po mkëshyr Riadi, çish po mkëshyr Drini, çish po mkëshyr Ndriti, çish po mkëshyr. Po çka a ki me dalti para Ndritit? E ki me dal para Riadit aty tjetrit, ti ki me dal para Allahut, o Abdullah. Te Allahu më kon mirë.
Te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nese që kur kime hin xhennet inshallah taala ti dhon Allah na bëv nasib xhennetin me dal faqe barpi te përballë Rasul sallallahu alaihi wasallam. E jo me ik pe ti, se ka me pas vallahi njerëz që kanë me ik në ditën e Kiametit pe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuk kanë me mujt mu balla faqu me ta me e pa. A ka ma mirë se me shkuti nesër në xhennet, mu ul që shka arën e thare në transmitimet vërteta, mu ul me Rasulin e me i kalzu ja Rasulullah na kena hek çështu. A ka ma mirë se këta u thon. Ku ka ma e bukur se kjo? S'ka ma të bukur se kjo. Ama për me arrit të që kjo, duhet se cili sende ka çmimin. Çmimi i kësaj është sinceriteti, dashuria e vërtet ndaj Allahut, edhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e vërtet. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Allah i ka thonë, thuaj o Muhammed, nëse ju më doni mua, doni Allahun, ndjekeni mua. Çka bëhet kur e ndjekim na pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ja ghfir lakum dhunubakum, ju falen gjunat. A do më të fal gjunat? Apo don gjunat më të fal? Ndjekë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çata ehlu sunna wal jamaa, ehlu sunneti janë njerëz më të pastër të fytyrën e tokës. Binasil Kur'an. Me Kur'an. Kush është i Zotit del kundërshtoje. Allahu po thot, jo hoxha. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tërë diga. Nëse e dani Allahun, ndjekemni mua. Kam i dashur Allahu, pastaj yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe falen gjinohat. Çata kanë thonë, sikurse është përmend bi plot dietarëve, është përmend se ehlu sunna wal jamaa janë njerëz më të dashur te Allahu subhanahu wa taala. Edhe janë njerëz më të pastër të gjinave. A bin gjinave bin? Tash tu duhet këtu është një vije ho, me njëherë që të ndalalet, me njëherë të nëzirë për ehli sëlletit, delte grupacione që shka ndojë si shijet e tjerë që i kanë trajtu njerëz imamlarë të të në qka? Masumin, të pagabushëm. Jo, të ehli sëlleti i pagabushëm është veç kush? Veç Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Krejt që ka të vinë bas gabojnë. Ama, kjo është ajo veçori e tëre. Edhe kështu do të thotë, që që Kabi, Allahu në bashkoftë në gjennet me ta, i tha pejgamberi s.a.s. Tha ja Rasulallah, tha krejt pasurin, oj dërgumi Allahut, do t'a jepi. Për çka? Që shta, qëre. Tha kur ula para ti, thash oj dërguri Allahut, me që mu pranua mua pendimi, do t'a jep tër pasurin, sa da ka për Allah dhe dërgumin e ti. Pejgamberi s.a.s. tha jo, mbaje tha pasurin për vete, mbaje tha për vete se edhe o ma e mirë për ty. Tha ja Rasulallah, pa e kam në Khajber, e kam do pasuri, apet këto po du me jep. Atëre kështu do të thot, pejgamberi s.a.s. e pa sinceritetin dhe do të thot Allah e pranoj pendimin e këtëne, zbritja ajeti le kat tab Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usri min ba'dihi, ajeti i gjatë ku ajo pjesa që wa ala thalathati alladhina khullifu, e saj përket atyre treve që nuk ishin pjesëmarrës, Allahu ja u pranoi pendimin e tyre. Kjo do të thot e boni Kabin edhe dy shokët e vet që këta me qenë për atyre që ju pranu pendimit tyre për Allahun, thot Kabi, kunna takhallafna ayyuha thalatha an amnin ulaika alladhina qabla minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu, thot për Allahun pasi Allahun me udhëzojnë në Islam. Nuk më ka begatu, thot, nuk më ka jep Allahu diçka më shumë se do thot Islamin, që të du të vallaj, du të shumë, unë shpesh herë përmendi, ja kujtoj vetës edhe xhamatit tem. Thom zdim, ape falenderojmë Allahun mjaftueshëm për begatin e Islamit. Ejub Sekhtijani, besoj keni ndëgju për këtë alim të madh, për djetarëve të mëdhej të selefit, në ditë për i ditëve u ullë në qash pëkan. Edhe kanë afru xhamati, ka thonë, hoj, qa ki që pëkan? Pse pëkan? Ka thonë pëkaj, ka thonë për i gëzimit që Allahu i ka, qka, 99 nimete i kalun për në dynja. Nja e kalun këtë dynja. Që kjo nja, në këtë dynja, është Islami, thot. E mu Allahu, thot, më ka jep, këtë nimet më ka jep nga bo musliman. Po kaj pikzimit, po tjetë ngo po kaj edhe pi frike se mos pa ma merë këta. Na, qka bojmë na, thot? Ka pe i neve kajnë për raqet dynjas.
O i dashur jam, dush me kajt për vallahi, du të më ull vetëm, më ull me thonë, ja Rabbi lekel hamd. Laqad hedejteni, më ki udhëzu o Zot. Më ki udhëzu ja Allah. Më ki udhëzu, do të thot pa çka? Pa kërku në asgjë. E kena lyp në udhëzimin? Vallahi se kena lyp. Tash unë s'ju në juve po që popullin tonë që të qkajna shumica, këti kena bab musliman, bab gjysh, katra gjysh, tër gjysh. Nuk kena nasim përëndim, tash po ka vllazën tonë përëndim atje, o kon katolik, o bo musliman. A i tjetër, na, se kena lyp islamin, ne kena gjetë, si ke nisë me marrë vesh, e ke pa një gjysh tundin të falë, e ke pa ndoshta baben, e ke pa nanën, e ke pa vllaun. Kurar Ramazani ki pa të agjeru, e ki kuptu që e musliman, edhe e musliman. Atër Allahu në ka jep islamin neve, në ka jep Allahu, pa e kërku. A nuk e meriton që më ullë në dhe tash me e kërku gjennetin, me dur tona, me gjutë tona, më ja Rabbi, në jep e islamin pa e lyp. Në begatove me islam, pa e lyp në islamin, ja Rabbi, stash në du të lyp gjennetin, ana gjennetin, ja Rabbi. Banëm gjennet li. Pasha Allahun, nëse ti ulesh dhe thush, ja Rabbi lekel hamd, o Zot ty të falenderoj, o Zot ty të madhëroj, o Zot shqyqri, hamdit, krejt tu për ty jon, ja Rabbi që më ke bo musliman. Pasha Allahun nëse thush ështu, pasha Allahun ka me të forcu Allahun islam. Wallahi Allahu ka me të abot dashur islamin zemrën tonde. Le in shakertum, le ezidennekum, Allahu thot. Nëse më falenderoni, ja u shtoju në begatit juve. A do më të shtu islamin zemrën tonde? Apo do më konë musliman i mirë? A do më konë musliman i mirë? Falendero Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjuha jote në stop me konë, ja Rabbi lekel hamd. Kësa nuk din. Eshe, thire zoni zvjen më fol. Vjen Ramazani sa gjeran. Del mi jep rasti me fol mrapsht. Kur ishin i kësi njerëz, mos i shaj këta. Bonu si ashabul A'raf. Edeni në surën Araf merreni, ashabul Araf kush janë ata që gjunohet edhe sevapet i kanë barazi. As janë për xhehenem as për xhennet. Wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Kjo rregull kuranor, që kjo në pi rregullave kuranor. Ndoshta kjo ja vlen ndonjëherë me marr ligjërat, që kjo rregull kur ti shet gjunahçart, isha ata që pjathejn unat e Zotit, çka dush me bëu doa, jo mi shojt. Me thonë, o Zot, mos na bë bashkë me zullumçart. Mos na bë Zot bashkë me zullumçart. Për atë arsye dashurit e mi, kjo është do të thotë ajo krejt. Ka dhe shumë çka më thonë. Ka dhe shumë mësime çka mundem me i përmend këto që lejohet njeri me tragu taksirin e tij, mangësinë e tij përballë urnave të Zotit. Me qëllim çka? Me marë mësim tjertë, Kabi që ka tha, kur që më konë, tha ma i përgaditum se në këtë luft. Po s'ka marë pjesë, e kalzoj mangësin e ti. Pastaj lejohet e dyta, shpejt për përmendi, lejohet njeri me folë për vlerën, virtytin që e ka, jo me qëllim të kibrit, me ndebalsis. Jo, po me qëllim do me thonë, me e qitën pah vlerën që Allahu këti ditë se nështë dikush piqasaj që ka frymzohet, udhëzohet piqasaj. O emma bi ni'meti rabbika fahaddith, për mirësitë e Zotit që ti ka jep, fol për to, du të me fol. Nuk kanë bare me thonë, o Zot, faleminderit që më ke bo musliman. Ja Rabbi, faleminderit që më ke bo pasus të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpërbleft. Unë e di që kom lonë edhe shumë çka pa thonë. U mundova me bo që të farë ligjëratën, që të formën do të thotë më shumë të regimit, jo me lexu tekstualisht e kishim lexu për 2 minuta dhe ju ishi shku punëve t'juja dhe në të punës mija. Kjo ishte ajo përpjekja jonë, aty ku ja kem qëllu prej Allahut subhanahu wa ta'ala, ku kem gabua për me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammedin, wa ala al-tayyibin at-tahirin. Allah është përbleft. Se ka dikush diçka tash, fart pyetja diçka. Edhe pse unë fart pyetje, si kam fart merak, po se këtu keni hoxhallar ball, ka Prishtina sot dush hoxhallar dë Zot